qeshe kur thash nuk e lexojmë kur atë të privatësisë, atë letrën, atë... Po këtu një kredi bankare nuk i lexojmë ato fletat që na japin përpara edhe i nënshkruajmë thjesht nuk bëjmë si kontestim ndaj tyre. Prandaj, për sa i përket teknologjisë, duhet kemi parasysh që ne si shoqëri jemi të detyruar në një farë mënyre të ose më mirë të miratojmë ato çfarë ne na tregojnë kompanitë të ndryshme, për shkak se jemi përdorues ose duam të bëhemi përdorues të aplikacioneve të ndryshme. Për sa i përket të lirive dhe themelore të drejtave të njeriut, do të kemi parasysh më dëgjon avokati, nuk më dëgjon. Më dëgjon avokati, më duket se të kthehet zëri. Më dëgjon? Po, më dëgjon. Tani, po marr një rast hipotetik, e nisa fakt argumentin me Erionin. Unë flas për një produkt me një kolegun tim, por që po marrim një pije energjike e cila më bën dëm. Më sugjerohet këtu. Tani më kthehet bumerang dhe më lindet drejta që ta padis këtë përgjimin që më shbërë dhe kompaninë, apo e kam pamundur ta bëj? Në Republikën e Shqipërisë është e pamundur të ndodhë kjo gjë. Në vende të ndryshme, të cilët kanë një kuadër legislativ, do të thoya më të civilizuar në aspektin e kuptimit të aplikacionit nga vetë qytetarët, të cilët mund të kuptojnë se janë vetë përgjuar ose janë përgjuar nga aplikacioni, atëherë atyre sipas kuadrit të tyre i lindte drejta, por gjithmonë kjo duhet vi si një rezultat, një raporti serioz të një institucioni të brendshëm që tregon që aplikacionet ose vetë marka telefonike të cilat janë konstatuar që janë përgjim në vetvete, atëherë duhet të saktësohet që kush janë dhe si janë që të lindë drejta personit që të i drejtohet gjykatës dhe të bëj padi. Nuk mund të përdorim të bëjmë padi kur vetë nuk është faktuar në aspektin nga eksperti që kemi të bëjmë me një përgjim. Nuk kemi në këto kushte në Shqipëri që të kërkojmë që një subjekt të përgjohet dhe të kërkojë dëmin e shkaktuar nga përgjimi. Duhet të vinë si rezultate shumë fakteve të rëndësishme, të rënditse që kanë të bëjnë me fakte jo thjesht hipotetike, por fakte konkrete që të thojnë që shiko në datën 23/1/2026 Gylsen Zhllima është përgjuar, ka folur dhe është komunikuar vazhdimisht për 1, 2, 3, 4 gjëra dhe nga këto gjëra sigurisht personit është cenuar privatësia dhe personit i është komunikuar personave të tretë ato çfarë ai ka dashur të bënte. Pra do të thotë kemi të bëjmë një përgjim të pa autorizuar, por që të vim në këtë moment të duhet patjetër të kemi barën e provës në një proces të tillë dhe t'i paraqesim gjykatës që po ishim në një përgjim dhe nga ky përgjim kemi një dëm të caktuar. Qartë. Erion, diçka ulur, ndoshta në formën e një këshille, mesazhi. 100% mbrojtur asnjëherë, kujdes, sidomos në momentin kur ne bëjmë veprime, kur instalojmë aplikacione të reja në celular, ato mesazhet a je dakord, mos ndalojmë tek fjala a je dakord dhe t'japim okay, po t'i lexojmë me kujdes, gjithmonë duke pasur parasysh nëse këto aplikacione ose hardware janë relativisht të besueshme. Pra nuk është se po na e bëjnë pa na pyetur fare. Erion, është pak sa e vështirë edhe kur ke durimin që ta lexosh deri në fund atë, se duhet ta kesh avokatin gjitur që ta marrë dhe ta interpretojë. Kjo është e pamundur tani. Mund të themi që jemi viktima, shpëtimi është ajo varka që përshkove pak më parë. Patjetër, shpëtimi, jo shpëtimi. Nëse duam të jemi të sigurt, pra duhet ta mendojmë, i përdorim këto vegla teknologjike, i kemi tashmë të nevojshme, i kemi etike secili për nesh, me këto vegla jemi duke biseduar tani ne të tre, pra me njëri tjetrin. Pra nuk mund t'i shmangim në momentin kur jemi më paranojak, nëse i duam që t'jemi shumë më të sigurt, sigurisht t'i largojmë sa më shumë të mundur. Avokat, nëse s'ke diçka për shtuar... Shkojmë edhe jetojmë në mal. Në mal, do t'ishte mrekullia vetë, në fakt. Por në rast se duan të shkojnë të jetojnë në mal. Po kjo është teknologjia, këtë duhet të respektojmë, po duhet kemi kujdes, sepse sigurisht do t'jemi ndonjëherë të rrezikuar, po kujdesi është diçka individuale, jo frika, po kujdesen. Avokat, faleminderit. Erion, faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit për ftesën.